Jam duke vëzhguar mira balena dhe po shoh një anije e piratësh. Pali jonë e dashur nis lundrimin dhe përgatitu për betejën tonë. Pali jonë e dashur. Për herë të fundit po të them që kjo është një vark me motor dhe nuk ka vela për lundrimin, nuk jam një pirate. E di si quhet kjo? Kjo quhet kryengritje. Kam për të detyruar që të konfiskoj vizatimin tënd. Riki, lëshoj edhe një herë, ose përndryshe të hodhat e peshkaqenët. Po ky, kush do të ishte? Nëse të marrë me vete do shkosh si një engjëll larg nga pirati mjekërbardh. Haroje që të më kapësh. Eja këtu të thash. Jam këtu. Jam këtu. Ja ku jam. Riki, Pali, a do të pushoni o të dy? I lë me kaq misteret. Fëmi, e janë në tryez. Për një pirat si unë ka shumë uri. Çfarë do të ham sot, gjyshe? Perime të zira. Gjyshe bine, çfarë misteri e duke kërkuar këtë herë për të zgjidhur? Një mister që ka të bëj vetëm për breshërin, vetëtimat, djedhin, reshjet dhe borën. E kuptova, ti do të bësh si personi parashikimit të motit, Shiko, kjo është prova e vetme për ekzistencën e një ishulli shumë të lashtë, ishulli misterios. Një ishull ndodhet në këto anë, gjyshe? Praktikisht është e panjohur. Thuhet se në këtë ishull klima është shumë e veçantë. Dhe ku mund të gjendet ky ishull misterios? Ndodhet pikërisht këtu. Por aty nuk ka asgjë prej gjëje. E vërtet, por unë jam e sigurt që ekziston dhe se gjendet në këto ujëra. Bazuar në hulumtimet e mia, ishulli mund të shfaqet vetëm në kushte të veçanta klimatike, kur bie borë, bie shi bashkë me diell. Gjyshe, çfarë është shkruar këtu? Është një legjendë e lashtë e lidhur me ishullin. Fatkeqësisht është e paplot. Ajo thot, bie borë bashkë me shiun e diellit me furinë e stinëve të ndryshme. Jemi duke afruar në vendin e radhës. E mora mesazhin tuaj, jemi duke hapur velat, le të kthehemi në bord, të përgatitemi këtu! Do të strehohemi në këtë ishuj të ndarë. Tani ju të dy mund të lahni, por duhet të bëni kujdes. Tani duhet të vazhdoj me shkrimin tim misterios. Sa bukur! Shumë bukur! Kjo është me të vërtetë papar. Riki, të sfidojmë në lojën kush mbledh më shumë gosta. Nuk do të më mundesh kur, Pali, përveç se nëse bie borë bashkë me shiun e diellit, do me thënë kur. E pra, e shikon që nuk je aftë. Juhu! Sa bukur! Filloi shi. Jo, po bie borë. Jo, ka diell. Gjyshe! Gjyshe! Riki! Pali! Gjyshe! Na ndihmo! Gjyshe! Të lutem na ndihmo, gjyshe! Gjyshe na ndihmo se po mbytemi! Gjyshe na ndihmo! Gjyshe! Gjyshe!
Të lutem na ndihmo. Gjyshe! Gjyshe! Gjyshe, na iku varka. Mos u shqetëso, rëndësi ka që kemi shpëtuar që të gjithë. Shikojeni, a nuk është... Ishulli misterios, të nxitojmë, të përpiqemi që të arrijmë atje. Nuk kemi që të bëjmë. Le të pushojmë për një çast dhe pastaj të provojmë përsëri. Gjyshe, por ato drita nënt kuptojnë që... Ishulli misterios është i banueshëm. Do të jemi jashtë rrezikut nëse rifitojmë forcat. Gjyshe, jemi lumtur që ja dole të zbuloje ishullin. Kush është? Ç'kemi? Po, ç'kemi Riki? Fli gjumë, fli. Nuk të përshëndeta. Dikush po përdor kodin ton të vjetër. Pik, vis, pik. Janë gjëra kur t'je në det. Dhe ti kush je? Ai quhet Kla. Kla. Ti jeton në ishull? Jo, por kushëriri ti që jeton në ishull thot se është i banuar nga 3 popuj. Dhe pastaj është një mal plot me mjegull, por ai nuk e di se çfarë ka lart sepse ai vua nga klima që është atje dhe nuk është ngjitur kurrë. Është pak a shumë kështu? Ai thot se ke shumë të drejtë që ke 2 duar gërshër, 2 duar të arta duhet të them. Më vjen t'i afros një bobollim, ti sa kanë zbuluar për klimën e ishullit. Ding dong, kjo këto. Mjeshtë! Ai më quajti hirësia e ti. Rabaki, qëndje me pendme, pa to pishme me ty kam të paktën një herë të vetme, nuk mund të presësh derisa të thërras, gjithsesi ku ishe. Isha duke lustruar pak qiellin e ishullit si zakonisht. Dhe në eksplorimin tënd, ke vënë do t'i gjë të çuditshme së fundmi? Mos është nga këto pyetjet me të hedhur? Po këta të tre që vin nga klima tjetër si klasifikonte? Për çfarë klime tjetër po flet? Janë disa qenie të pafuqishme klimatike, dhe këta të tre që luan rastësisht në çastin më të keq të mundshëm. Ndoshta ata mund të më prishin planin tim. Duhet më një herë që të ndalojmë udhëtimin e tyre të pushimeve që janë duke bërë tek ne. Dhe ajo, çfarë është? Jo! Duhet të mbahemi fort pasi dalgët janë të forta. Po vazhdoj si algat, më ndihmo! Gjyshe! Ku jeni? Na ndihmo! Mbahuni dhe pak. Ai! Këpucet e mia! Au, u dogja! Ai, po më djeg shumë! Au, ja! Po të tjerët ku ndodhen? Uroj që Pali dhe Gjyshe të kenë bëritur në ishull shëndoshe mirë. Pali! Gjyshe! Aja, ndalo aty, kush është atje? Shiko, unë jam i armatosur dhe jam shumë i rrezikshëm. Ha! Au! O zoti i madh sa më dhëmbi. Më fal, por çfarë je ti? Jo çfarë je, por kush je? Ej, por të pyeta unë e para. Unë quhem Riki.
Të meri 7 deteve. Paka shumë kështu quhem. Dhe unë Ciba, jam nga populli i diellit. Kënaqësia ime. Hey, je shumë i ftohtë. Je ti që je nxehtë. Hë pra, unë jam e diellit. Të gjithë janë si unë. Dhe të gjithë e keni atë? Klimatikën thua? Po, të gjithë. Ajo klimatika që thua duket fiksi kolibja ku jeton daja im. Po ti flet me kafshët? Hë pra, kafshët nuk mund të jenë të këqija. Riki, mirë se erdhe në vendin e diellit. Gjyshe! Riki! Por më fali, po të ndihmoj. Më fal, por kush je? Unë jam Frizi, i ngrirë në dobor. Unë haç. Pacu? Jo Pacu, por e kam pali dhe a mundesh të më japësh atë kapuçin me lirshike sepse Kështu është klima, do vjen keq, por nuk mundem. Ne nga populli i akullit nuk e heqim kur kapuçin. Por nëse vjen në fshat bashkë me mua, do të jap një batanie. E po, unë duhet, e di, e po, gjyshja ime dhe vëlla im, kam shumë ftohtë, aq? Riki, Pali, ku jeni? Nga të gjithë misteret Atlantesit mungonte dhe këshitani. Uroj që fëmijët e mi... Riki! Riki! Ta marrë mira çfarë ndodhi. Riki! Ma limoni, kam frikë. Hej, qëtëso! Ndalo pak dhe streho këtu poshtë. Me gjithë këtë mod të keq mund të ndodhë një aksident. Ma të keq, çfarë duhet të bëj? Më dëgjoj djalosh mjaft me lojra. Tani më thuaj emrin që të çoj në shtëpi. Kam nipin dhe mbesën për të gjetur. Emri më Spato dhe jam nga populli i Lagështirës. Dhe ku jeton ti? Atje. Popullime dhe vetetima, ata të treja dolën, pavarësisht valjeve të mia, ata u larguan. Rapaki, për të shtëpi. Ata nuk duhet të zbulojnë atë që po zbulojnë. Shko! Jam në urdhrat tuaja, mjeshtër. Ding dong. Megjithatë, kapiteni Rapaki u mirëpret në bord për vendosjen rripat tuaj të sigurimit. Ding dong. Qëndroni në sedilet tuaja dhe pastaj Ding dong. Rapaki, a do të bërë sakrificë gladiatorëve? Oh. Përshëndetje. Ç'kemi? Ç'kemi? Atje jeton Shila, shefja jon. Oh. Dhe ju kush mund të jeni vallë? Përshëndetje. E gjeta tek liçeni i ngrirë. Ajo quhet, a ishte bubullim? Jo, është mago im. Kam shumë uri. E kuptova. Atëherë ty të duhet një pjatë të mirë me supë Do të minestrano. thuash supë me perime? Jo, minestrano. Eja. Pra këtu ne mund të ham? Lampa e klimës. Pra është një flokë bore. Është e pabesueshme. Hë? Ti bën një flokë bore dhe me rushim në këmbim. Vogelushe, nuk e bën vetëm ai atë gjë, të gjithë të akullit e bëjnë. Por çfarë shije ka? Është akullore me krem? Është kos me banane. Po ta mendosh ka edhe pure patatesh. Ne po presim tortën me krem. Makarona me mish. Por si është e mundur? Kjo është bukuria e minestranos. Të gjithë ndjejnë shijen që preferojnë. I lumshin duart kuzhinierit. Po çfarë ka jo depozita? Është shpirti i malit. Ne japim borën. Ai na mbron të gjithëve dhe na jep minestranon ton. Shpirti i malit? krak 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 krak. Prova 1, 2, 3, në gati shmëri!
E mbushët barkun me minestrano. Tani, futjuni i punës. Totemi i borës ju urdhëron. Të kërcim së bashku në ishull, duke u argëtuar së bashku ndërkohë që ne punojmë me shumë aventura të ndryshme, ndërkohë që mbjellim me korim, diçka ne do të shohim, gjëra të bukura ne do të krijojmë, por moti duhet të jetë gjithmonë në anën tonë. Të kërcejmë e të punojmë së bashku pasi kjo na bën të lumture të bashku. Të kërcejmë së bashku në ishull, duke u argëtuar së bashku ndërkohë që ne punojmë me shumë aventura të ndryshme, ndërkohë që mbjellim me korim, diçka ne do të shohim, duke u argëtuar së bashku ndërkohë që ne punojmë me shumë aventura të ndryshme, ndërkohë që mbjellim me korim, diçka ne do të shohim. Le të kërcejmë së bashku në ishull, duke u argëtuar së bashku ndërkohë që ne punojmë me shumë aventura të ndryshme, ndërkohë që mbjellim me korim, diçka ne do të shohim, gjëra të bukura ne do të krijojmë, por moti duhet të jetë gjithmonë në anën tonë. Të kërcejmë e të punojmë së bashku pasi kjo na bën të lumture të bashku. Le të kërcejmë së bashku në ishull, duke u argëtuar së bashku ndërkohë që ne punojmë me shumë aventura të ndryshme, ndërkohë që mbjellim me korim, diçka ne do të shohim. Ndërkohë që mbjellim me korim, diçka ne do të shohim, gjëra të bukura ne do të krijojmë, gjëra të bukura ne do të krijojmë. Juhu! Lampa e klimës! Lampa e klimës! Lampa e klimës! Ti je shefi popullit të lagështirës? Po, i përkas të mjegës, jam mësonjë. Ka ndonjë gjë që nuk shkon zoj? Jo, por mendoj se nipi dhe mbesa ime janë diku nga këto anë të ishullit. Ndoshta në fshatra të Të çfarë tjera. fshatrash po fles? Nëse dërgush vjen në popullin e lagështirës, nuk ka se ku të shkoj tjetër përveç nesh që jemi të gjithë këto. Përveç nesh! Përveç nesh. Rapaki, mi e pak thojnë tani, se unë i mbarova të mijat. A e di o shef që po të hash thonjë të sjell ters? Është pabesueshme. Unë isha tirani më i qenë në të gjithë botën, derisa planet e mia hasën pengesa. A ke ndonjë synim që të ndryshosh planin tënd të lig? Asnjëherë. Jam ka kushtuar gjithë jetën time që të imbush mendin banorëve që ka një mot vetëm për në fshatra tyre. Sa dhimbje ka me këto simbol të klimës, më pas ata kanë gërmuar në Minestrano, që në këtë mënyrë të prodhojnë me energji klimatike me rrezet e tyre. Edhe më pas të shpenzojnë gjithë ditën e tyre për të falur mercata madjaur. Por unë do t'i them që jam një tiran i tërshëm që ka punuar gjithë jetën e tij për planin jazor. Por këta që kanë ardhur këtu po më shkatërrojnë çdo gjë në planin tim. Po tani çfarë? Me qëra fjallat tek Minestrano kam vënë në zjarr si ai ushqimi ku kështu mund të mendosh me barkun plot. Ha? E vërtet. Por më shiko, një nga burrat më mizor, tash më ndjej si një spurtjak i vogël. Sa mizore si gjë.
Ua! Ke të drejt klak. Ky vend është i pabesueshëm, por unë duhet të largohem nga këtu. Duhet të gjej gjyshen dhe palin ku më pas të shkojmë jashtë rreziqeve të gjitha fshatrave që janë këtu. Riki, Ziba, kur po flisje për popujt e tjerë, ishe më i qeshur, e po më saktë e kishe seriozisht, apo jo? Dhe si janë? do me thënë ti më beson? Toti Milion Diellor na ka thënë gjithmonë që ne ishim populli i vetëm, por në të vërtetë, nga ta diun kur nuk kam dalur asnjëherë jashtë fshatit? Dhe përse nuk i dalur kur jashtë fshatit? Totemi Diellor ka thënë se malet janë shumë të larta për të ngjitur dhe na është ndaluar t'i afrohemi detit. Ndoshta galeria e Minestranove mund të na sjellë diku. Sjell vetëm të lashe. Totemi thotë se Po, ky totemi juaj sikur po e tepron pak me këto. duhet të zbuloj se ku është Riki dhe Pali. Kemi nevojë që të planifikojmë ndonjë gjë. Por sigurisht Pato. Ajo një pjatë me Minestrano? Jo, por vë bazë që nuk mundesh ta projektosh rrezën tënde deri në murin e madh malor. Sigurisht se nuk mundem, a thum lart tokës. Po si kur ta reflektosh dritën te ky pellgu? Atëherë unë mund ta bëj prit pak. Mendoj se është më mirë ta heqësh, sepse nuk do të donim të fillonte ndonjë stuhi. Shkëlqyeshëm. Tani përpiqu të bësh dy rreze të shkurtra lart malit shkëmbor. Unë jam gjyshja, a jeni të gjithë mirë? Hej, është gjyshja ime. Ku është? Është tek lartësia e malit, ka përdorur sinjale drite për të komunikuar me ne. Më duhet të gjej një mënyrë për ta arritur. Ajo thot se duhet të eksplorojmë galerinë e shpellës për të zbuluar një dalje. Po thua ke galeria, por totemi jon thot se O, Ziba, po filluam kështu nuk e gjejmë dot Palin dhe gjyshen, sikur të kalojmë dhe 7 dete, të gjejmë një zgjidhje për te galeria. Ziba, nëse ke ardhur të më ndalosh. Kam ardhur që të shoqëroj. Po totemi yt? Nuk besoj se kemi për të kaluar më keq se kaq. Por çfarë ndodhi? Gjyshe! Riki, i pe sinjalet e mia. Po vija unë që të kërkoja. Nuk kemi në vendin më të përshtatshëm për të takuar. Këtu nuk shikohet asgjë dhe gjithashtu duhet të gjejmë Palin. Le të lëvizim. Pali!
Pali! Gjyshe! Riki! Pali! Por edhe ju e keni klimatikën time? Edhe ju thoni lampa e klimës? Ai. Po, edhe ne themi lampa e klimës. Po, edhe ne themi lampa e klimës. Po, unë çfarë lidhje mi tha ju që e thë Lampa e klimës. Lampa e klimës, 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 lampa e klimës. Mjaft tani, fikni dritat tuaja klimatike dhe më dëgjoni me kujdes. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për ishullin misterios. Më në fund tre popujt u njohën me njëri tjetrin. Po, por ai? Atëherë po ai. Po me mua çfarë keni? Tre popuj që nuk janë njohur ku. Tre rreze të ndryshme klimatike. Njëri që mund tjetrin. Atëherë më dëgjoni me kujdes. E gjithë kjo histori fshen një mister. Një mister që ka prishur jetën e ishullit përgjithmonë. Gjithashtu, ju të tre ktheuni në fshatrat tuaj dhe tregoni atë që keni parë, ndërsa ne të tre do të ngjitemi lart për tek mali, për te mjegullës. Po nuk ka asnjë gjë për te mjegullës. E po atëherë, ka shumë pyetje ku mund të gjenden të gjitha përgjigjet. Dhe në fund ekziston një botë tjetër si e jona, por shumë e ftohtë. Dhe popujt e tjerë ekzistojnë me të vërtetë dhe kanë drita klimatike si kjo e jona, megjithatë janë ndryshe. Dhe pastaj rizja e dritës së fëmijës më bëri pothuajse qunë në djers, por unë rezistova Dhe unë ndjesha e lagës për shkak të reve me shi. Unë për pak po bëhet si statuj prej akulli dhe ajo dritë ishte thume e fuqishme. Por Dhe Asta çmendori. to temi jonë kishte gabim. Kuar qofshin? Pa të shojmë, energjitë klimatike janë pothuajse të ngarkuara kur të jenë në kulmitim. Po shteti ka për të qenë i përjetshëm dhe askush nuk do të mund ta lajë. Çfarë do të ndodh me ata të lagështirës dhe të akullit? Çfarë është? Ti po na shqetësohesh për ta tani? Kur ata të prodhojnë energjinë e mjaftueshme, më pas do të bëhen të patobishëm. Dhe si çdo gjë e patobishme, do të jesh qafe sa më shpejt që të jetë mundur. Heja pra, rapaki! Dhe tani është koha për një udhëtim të shkurtër. Dhe kështu, Shira, ti ke mësuar për ekzistencën e popujve të tjerë? Do me thënë ju e dinit, përse na e keni mbajtur të fshehur? Që t'ju mbroj, sepse unë ende nuk e di natyrën e tyre në të vërtet. Por, as ti nuk di gjë për fuqitë e tyre, a janë të rrezikshëm? Por, në të vërtetë unë... Mos po të shon vallë tek fjalët e mia? Jo. Mote, them që të ka ardhur koha për të pushtuar ishullin, se mund ta bëjnë edhe popujt e tjerë këtë gjë më pas. Por si? Shko në fshatin e lagështirës, duke kaluar në shpellën e galërisë dhe përdor rrezën tënde kundrejt tyre. Përdor rrezën tënde klimatike kundër popullit të akullit. Kundër mjegullës. Populli i lagështirës, betejë fillon tani. Hurra! Do njëherë habitëm me vetën se sa genial jam kur bëj gjëra të tilla. Nuk e kisha menduar se do t'ja hidhja kaq lehtë të tre popujve. Por këtë herë do të jetë atashme që të sfidoj njëri tjetrin. Një punë më pak për mua. Gjyshe! Më ndihmo! Gjyshe! Por këtu a jeton ndonjë? Mendoj se nuk është një shenjë e mirë. Le të shkojmë. Çfarë vendi është ky? Sa e shpifur. Këtu sikur kanë vite pa pastruar. E po të paktën pronari e bën një dush.
Hej, çfar? Riki, gjyshe, e ani me një herë ta shikoni, nxitoni. Populli i diellit. Populli i akullit. Po, dhe ata të lagështirës. Pra, kjo këtu prodhon të gjithë energjinë klimatike duke ngarkuar 3 medalionët e mëdha. Janë trupat e mira balenave, por si janë medalionet e 3 popujve, por janë shumë të mëdha. Dhe mendoj se ata kanë një fuqi jashtëzakonisht më të madhe se klimatika e tyre. Shikoni se çfarë kanë gjetur. Libri i madh i fuskusit. Besoj se është e personit që jeton këtu. Pa të shohim pak. Një ditë më erdhi një ide ku më ndryshoi jetën time. Zbulova se 3 medalionët prej gurit, të cilët kanë fuqi për të prishur klimën e të gjithë botës, ishin të privuar nga energjia. Kështu, me fuqinë e kazanit tim të madh prej ujë, krijova malet në ishull duke ndarë 3 pjesët e njëjta. U dhash 3 popujve nga një rrezë të vetme nga klima. Dhe kështu i detyrova ata me këtë mekanizëm të prodhojnë energjinë e medalionëve në këmbim të supës Minestrano. Me kalimin e kohës, popujt harruan ekzistencën e njëri tjetrit dhe fal këshillave të totemit të tyre, që jam unë, kanë bërë gjithçka që kanë dashur. Kur medalionët të arrin fuqinë e tyre maksimale, legjenda do të realizohet. Legjenda. Rreth e borës duke rënë shi me diell në fuqinë që nevojitet. Energjia e medalionave mund të ndryshojnë stinët. E kuptova. Çfarë? Mos flisni, të fshihemi se po vjen dikush. Mendova se me arrin e të 3 të panjorve, plani im do të shkatërroj, por në fakt, kam për të qenë unë që do të shkatërroj një botë të tërë. Duke u zhytur në borë bashkë me shiun e madh, në varësi të humorit tim. Më pëlqen që të jem kaq i keq dhe i ndjeshëm bashkë me motin. Dhe tani, të shikojmë pak frytet e punës sonë. Jam i keq, po prap, unë bëj një punë të mirë, apo jo? Dhe çmimi i parë për kugullën origjinal shkon për... Çfarë? Janë nga të diellit. Populli i diellit, përgatisni klimatikën tuaj, le të shkojmë të gjithë. Lampa e klimës. Lampa e klimës! Lampa e klimës! Lampa e klimës! Lampa e klimës. Lampa e klimës! Lampa e klimës! Lampa e klimës! Lampa e klimës! Ata na kapën në befasi, por ne do të triumfojmë duke marrë pjesën tonë të ishullit. Muthonjo, ata janë duke Po bërë çfarë ja duhet thënë? A nuk e kupton që ne jemi duke u përgatitur që të sulmojmë tani popullin e diellit? Lampa e klimës! Ka ardhur koha të përpojmë si shta ka thënë totemi ynë. Çfarë? Lampa e klimës. Lampa e klimës! Lampa e klimës. Populli i lagështirës, le ta pushtojmë këtë vend. Lampa e klimës! Të krijosh 3 totema për popujt, pas ka qenë një ide jashtëzakonshme. Mori pak kohë që ata të na besonin. Mjafton që të bësh vetëm një zë, Barito. Ata duhet që të më japin medaljarë për ligësin që kam. Po.
shikoni, ai burrë si çmendur. Jo, plani I tij është kaq I lig, por edhe I përsosur, ose të paktën kështu ishte deri tani. Por gjyshe, do të thuash që klima e planetit ton do të përkeqësohet më shumë? Ndoshta jo, sepse edhe të tjerët do të bëjnë zërin bariton. Isi! Po to temi I madh, kemi sfiduar popullin e akullit, por ndërkohë ata të lagështirës na kanë sulmuar, kështu që nga një anë kemi fituar, por nga ana tjetër ne kemi humbur. Por duke filluar nga nesër, ne do të bëhemi sunduesit e ishullit. Ashtu siç na porositët. Jo, Shila, ka ndryshuar ide. Si? Sërish? Më fali dashur të tem, por a ndjeni mirë? Keni pak sa zë të çuditshëm. Dhe mos u shqetëso, thjesht jam ftohur pak. Kam një mision të ri për të gjithë ju. Po ju dëgjoj, totem. Nesër në agim do të ngjiteni lart ku mund të gjeni edhe dy popujt e tjerë. Por si e dini vallë? Sepse kështu e mendova, më në fund pas përballjes që do të keni të gjithë bashkë, do të zbuloni se kush ka të drejtë të komandojë ishullin. Nuk do të zgënjejmë këtë herë. Do të fitojmë. Askush nuk do na mundi se dielli do I shkundi. Hey, madje doli me rim. Ziba, zgjohu. Riki, më lër të flet gjumë sepse nesër ka një sfidë të madhe në malin e lartë. Pikërisht, ne duhet të ndryshojmë këtë valë se përndryshe do të humbisnin që të gjithë. Por është e pamundur, dikush ka për të fituar. Më beso Ziba, më beso, kam nevojë për ndihmën tënde këtë natë. Por Por çfarë? Oh! Dhe tani ktheuni në fshatrat tuaj dhe... Por si, së pari na tregoni pse? Miq, bëni siç u thot gjyshja. Dita e gjykimit. Jam unë ai që hapa perdet për pak dritë dhe ti ndërkohë ti, po ti fle Marusha, apo jo zotri? Hë? Jo, çfarë po thua? Duhet të ketë përfunduar pa dashin e dorën time. E ata shohësh me sytë e tu. Por është populli I diellit. Dhe shiko, është populli I akullit dhe të lagështirës, duke që po përgatiten për sfidën përfundimtare. Po që ne budallashe me pupla. Më lërë që të mendohen pak. Me duke se po përgatiten për sfidën përfundimtare. Je shumë I zgjuar. Por nuk e kuptoj përse ata kanë ndryshuar porositë e mia. Por nuk ka rëndësi, ka për të eliminuar njëri tjetrin me një herë të vetme. A nuk e kupton se çfarë po them? Më frikson vetëm kur e mendoj. Do ta shijoj këtë shfaqje përpara se të finalizoj planin tim më të fundit që kam përgatitur. Shikoj Rapaki, admiro faktin që këtë medalje kam arritur me fuqinë time maksimale. Shpresoj që planet e mia të funksionojnë. Lampa e klimës! 1000 eklipset, por... Por supozoj të mundja. Dhe të munda me rrezet e mia. Hej, po pse unë kam rrezet e akullit? Bukur, kur ju të dy po bëni gjengjeza me njëri tjetrin, unë shfrytëzova rastin. Lampa e klimës! Lampa e klimës! Por unë e akullit me rrezet e diellit? Rada ime, lampa e klimës! Lampa e klimës! Kush e di se çfarë? Lampa e klimës! Por ne të dyja nuk u bëm thok bashk? Lampa e klimës! Lampa e klimës! Çfarë po ndodh?
po ndodh për shkak se ju ndryshuam medaljonet. E dija që nuk duhet t'i pesonim atyre. Po, dhe ata do të paguajnë. Prisni pak, lërni të shpjegohen një herë. Besoj keni bërë për një arsye të mirë apo jo? Më dëgjoni, nëse vazhdoni të sfidoni njëri tjetrin, betejë nuk ka për të mbaruar kurrë dhe asnjëri nuk ka për të fituar. Dhe kush do të humbas atëherë? Askush. Dhe e dini përse, simbolet tuaj të klimës fitojnë mbi një dhe humbin tek një tjetër. Dielli mund borën, por bora mund motin e keq të shiut, ku në fund mundet nga dielli sërish. Dielli mund borën? Ku më pas mposhtet nga rreth e shiut, apo jo? Ku nga ana tjetër mundet nga dielli, dhe gjithë stuhit bëjnë të vetën, e vërtet. E vërteta është se ju jeni një popull i vetëm, ku madje mund të ndryshoni medaljonët tuaj të fuqive ashtu si që pëlqen. Mund të bëheni së bashku në klima të ndryshme çdo ditë të javës. Wow! Gjyshe! Jam mirë, mos u shqetësoni. Më dëgjoni që të gjithë. Ata janë mashtrues. Ata duan që të vidhin drita tuaja të klimës, që të bëhen cënduesit e ishullet. Por kush është ky këtu? Dhe nëse më dëgjoni vetëm një herë të vetme, ju jeni në gjendje të... Betojmë përqind icebergët që është zëri totemit ton të akullit. Po tani që e mendoj, edhe totemi jon i diellit ka të njëjtën zë. Po kështu zërin dhe jone. Këtu ka diçka që s'më të ngëllon. Jo, çfarë po thoni? Unë nuk jam totemi juaj, çfarë po thoni? T'ju them të drejtën vetëm sa kalova këtë nga ju. Na ka mashtruar, do bojeni atje. Keni qenë një tuft budallenç, dhe kjo është e vërtet. Unë jam zëri i totemit tuaj. Për vite me radhë ju keni qenë në urdhat e mia si kukullat e vogla. Por tani, ju nuk mund të bëni asgjë për të më ndaluar. Bota është e imja! Mirë, është koha që të përdor medaljonet për të bërë zoti të gjithë botës. Si mendon ti Rapaki, ha? Duke u përmbytur të gjithë në shkëtë e tir, ku do të përfundojnë disa akull bashkë me pinguinët në carin e fortë. Çfarë? Erdhën madhështorat. Keni ardhur të dëshmoni trofeun tim? E po mirë se erdhët. Lampa e klimës! Ndeshuni me të tani. Është më mirë se sa të jesh në kinema. Gjyshe, çfarë mund të bëjmë? Sheila, Frizi, Musonjo, ka vetëm një mënyrë për të shpëtuar. Bashkoni të gjitha rrezet tuaja klimatike kundër medaljoneve. Të bashkojmë të gjithë rrezet? Po, më besoni. Zidani! Lampa e klimës! Çfarë po bëni? Nxitoni që të gjithë jashtë. Merrni këto për të pasur dritë në jetën tuaj. Për të rifreskuar kur të tërësiteni. Për të ujitur atë që është shumë e thatë. Ju lumt, shikoj që e pas keni kuptuar. Natyra krijon çdo gjë për të qenë plotësuese e njëra tjetrës, dhe kështu ju duhet të jeni të bashkuar përgjithmonë. Ju këshilloj. Atëherë duhet të gjejmë një emër që të shkojë të gjithëve, apo jo? Trupajt e 1000 balenave, nga sot e tutje ju do të jeni lampa e klimës. Po, na pëlqen. Bine, por si mundëm ti poshtë medaljonet të mëdha? Fal Musonjos? Jo, fal zemrës suaj, në atë çast,
ju kishit një ndjenjë që ishit miq që herën e parë kur u takuat. Ju keni një fuqi të jashtëzakonshme që asnjë medaljon nuk ju mposh dot. Hej, nuk po e shoh më fuskusin. Çfarë ka ndodhur? Ne tashmë dim që na pëlqen të gjithë dhe supa minestrano dhe kemi nominuar atë si kushinirin ton të ishullit. Ka shi mirë që nga për të kombinuar. Një pastiqe. Lampa e klimës! Kjo është me të vërtetë e tepërt. Tani vetëm shiu na mungon. Po çfarë? Të pak të një herë të vetme në jetën tënde, a mund ta mbyllësh gojën se vetëm budalliqja po flet.